nderuar që përshëndes, moto ngrimurin të ftonit për vendin tuaj. Kinezërira, lëvizjet e fundit të Ramës me rezolutën ndaj Iranit si shtet terrorist, pas një vlerë. Askush nuk ja ka kërkuar, dhe aq më tepër që nuk del në unison me vendimet që ka NATO apo Bashkimi Evropian. Në një ndërlidhje që kam pasur me ambasadorin Bolton, ai më ka thënë që shërbimi sekret iranian mund të vrasë Iranën. Kjo ka qenë një vit më parë. Mund ta kryejnë shërbimet sekrete planin e vjetër. Rama me këtë rezolut të pakuptimt, me këtë kinezëri, ka vënë në rrezik sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Dihet që Shqipëria ka 3.000 iranian marksist për të opozitës në Manës. Disa herë është thënë që Irani ka pasur ndërmend që të godiste me raketa. Por Rama nuk e ka rëndësinë e klikës iraniane dhe nuk është aktor botror. Ai do të lutej që të kthehej në viktimë dhe sadopak vëmendja të shkonte tek doni i madh. Nuk ka shkuar, absolutisht. Natyrisht që rezolutat janë veprime që tregojnë atë kompleksin e inferioritetit Ramës, ndërkohë që nuk ka kaluar një rezolut për gjenocidin sërb. Nuk ka kaluar një rezolut për gjenocidin izraelit në Gaza. Larg qoftë, bën rezolut për Korenë e Veriut, për Hezbollahun, për vrasjen e uqërve në Alaska, rezolutat e pakuptimta, ndërkohë që duket që është në një pozicion shumë të vështirë, i kapur mat, ndërkohë që janë lëvizje shau dhe ai vazhdon të luan dam, si dikur fëmijë. Ju thash dhe dje që në operacionin ushtarak, çka Trump ka dëshirë ta quajë luftë, ka dalë në pa inteligjenca artificiale. 90% e bombardimeve amerikane kryen nga AI. Ndaj u vranë ata fëmijë të pafajshëm në shkollë ngjitur me bazën ushtarake, po ishte turpshme përgjigjja Trump, duhet të kërkonte falje, por dhe propaganda përmes inteligjencës artificiale ka lënë të krijojë që shumica e njerëzve të besojnë se Netanyahu mund të vrarë. Edhe nëse është kjo luftë, një masë e madhe do të ishin të gëzuar. Edhe pse ai lufton për vendin e tij, por është një person arrogant. Dhe arroganca është ajo që po del më shumë në pamje të pa edhe nga shtëpia e bardhë. Presidenti Trump ka thënë që nuk kam qenë informuar nga gjeneralet dhe këshilltarët e mi për dy veprime, që Irani do të bombardonte me raketa vende të fqinje dhe do të mbyllte ngushticën e Hormuzit. Ambasadori Bolton ma ka hedhur poshtë, sepse gjatë mandatit të parë, kur Boltoni ka dashur ta shtyjë Trump të ndërmerrte këtë veprim ushtarak që ka ndërmarrë në mandatin e dytë, është sqaruar për këto dy. Dhe këto ishin ato, thot Boltoni, që Trump nuk kreu një veprim të tillë ushtarak mandatin e parë. Pra, frika që Irani do të hedh raketa në bazat amerikane dhe vende të fqinj dhe të bllokoj atë ngushticën e Hormuzit, ku kalon rreth 25% e naftës botërore. Por, siç thuhet, ka kaluar 19 anije për Kinën, për Indinë. Amerikanët dje kanë bombarduar me bombarduesi të rëndë, janë bomba mbi 2 tonshe, pikërisht tek ngushtica e Hormuzit, atë ishullin e famshëm, ku është gjithë infrastruktura e kalimit të tubacioneve të naftës, për të shkatruar tunelet e Iranit, ku kanë raketa, shtretë raketash, dron dhe dron ujor. Amerikanët
thonë që janë goditur 7.000 objekte ushtarake. Goditje e të mërshme. Por askush nuk është në gjendje të di eksaktësisht efektivitetin dhe sa janë shkatruar nga arsenali raketave Tiranë dhe dronë. Por duke bërë kalkulime, duket që numri i raketave të hedhura dhe dronëve ka rënë në mënyrë drastike. Trump nuk ka pasur një planifikim përpara operacionit ushtarak. Temi real, nuk ka shkuar në Kongres, nuk ka shkuar në Senat, dhe akuzat janë që Netanyahu e tërhoqi në këtë veprim ushtarak. Ka të ndërheqjen numri 2 inteligjencës kombëtare, Kent, pikërisht duke thënë që Irani nuk kishte kërcënim për arsenal bërthamor aktualisht dhe ju jeni drejtuar nga Izraeli. Është lufta e tyre. Kjo është një akuzë e madhe. Dashmë të tepër nga një zyrtar i madh amerikan. Dihet që Trump kontrollon rreth 82% të Partisë Republikane në qasjen me luftën. Por nuk është pak të kështuese 20% kundër. Asnjë president republikan nuk ka pasur këtë kundërshti. Dhe duket që po tallet me J.D. Vance dhe me Rubio pikërisht për t'i vendosur përballë dhe për të nxjerrë J.D. Vance si atë qenin kafshues që Trump gjithmonë ka pasur për të thënë që dhe ti je me mua. Trump është i vetmi president që realizoi këtë mision ushtarak që ka dëmtuar në mënyrë masive elitët drejtuese, kriminalët drejtues të Iranit, por pushteti ka 47 vjet dhe ka disa shtresa. Është e vështirë që të shkohet atje tek ndryshim regjimi, siç u tha. Kërkon një variant tjetër që të përzgjidhte dikë. Javran Lariani ishte personi që amerikanët mund të vendosnin që të ishte pasuesi i një Irani ndryshe, më miqësor me Amerikën dhe të mos krijonte probleme. Ju e mbani mend bombardimin e qershorit, 12 qershorit, ato 12 ditë kur u shkatruan ato nëntoksore të Iranit, ku pasuroi uraniumi. Iranianët thotë që kanë pasur rreth 400 kg uranium pasuruar, por që kanë mbetur në gërmada. Nga satelitët e ushtrisë amerikane, del që në atë vend janë ndërtuar ndërtesa të reja, duket se është hapur një port tuneli, pra kanë filluar të ripunojnë. Pra Trump ka pasur drejt që të godiste përsëri. Është një sistem 47 vjeçar që me miliardët e dollarëve të naftës ka ndërtuar një industri ushtarake, nuk i ka dhënë rëndësi aviacionit, marinës luftarake, por raketave balistike, dronëve ajror dhe dronëve ujor. Irani kërkon që ta zgjas sa më shumë konfliktin. Irani është një vend që ditë rezistoi, janë pers, dhe gjatë historisë e kanë treguar këtë. 8 vjet ka zgjatur lufta me Irakun. Dhe Amerika ishte në krahun e Irakut. Irani nuk u gjynjëzua. Ata janë mizorë nga njerëzve të tyre. Janë arrestuar me mira vetë nga dezidentët, për të mos u lënë asnjë hapësirë. Vranë rreth 35.000 vetë, kur njerëzit u ngritën në protesta në janar. Dhe kanë një sistem teokratik fetar, kur numri i njerëzve besnik, të çmendur që mund të rezistonin deri në vdekje, mund të jetë disa miliona. Trump kërkon që të hapë ngushticën e Hormuzit. Trump nuk është Reagan i cili e ka hapur, por në kohën e Reaganit Irani nuk ka pasur as dron, as raketa balistike. Dhe kaq miliarda në dispozicion. Duke bombarduar me bombarduese të rënd, me bombat penetruese në tunelet me nga 2 ton, duket se kërkon që ta hap me dhunë atë ngushticë për të kaluar nafta. Trump ka thënë që
edhe 2 javë tjera fitore jashtë e jonë. Ky është diskursi politik i presidentit Trump. A gaboj Trump me aleatët e NATO-s? Përsëri do t'i referojmë ambasadorit Bolton. Trump ka folur lidhje me NATO-n si një fëmijë, fosh një rak. Por ambasadori Bolton më tha që edhe reagimi i liderëve të NATO-s ishte fosh një rak. Nuk mund të thonë liderët e NATO-s që kjo nuk është lufta jonë. Sepse Trump shumë mirë mund të thotë, okay, as Ukraina nuk është lufta jonë. Luftoni ju. Gjermania nuk mund të thotë jo, sepse është një shtet që u çlirua, u rindërtua, prosperoi me miliardat amerikanë. Liderit europian të NATO-s janë shumë të dobët. Elita e Bashkimit Evropian skandaloze. Dhe Bolton do thoshte që një kallas nuk ka asnjë lloj niveli që të flasë ndaj presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili duhet të kuptojë që NATO nuk është organizat veç mas Amerikës. NATO është Amerika. Fuqia më e madhe ushtarake NATO-Amerika, pastaj vjen Turqia. Dhe vende si Gjermania, Franca, Britania, Italia kam frikë se forca atyre ushtarake është më e vogël se forca ushtarake e Izraelit. Po duke ndërtuar shtetin e social në kurriz të miliardave amerikane, ishte gafa e fundit që bën elita e Europës, e cila vërteton dhe njëherë ato që tha J.D. Vance një vit më parë, shkatrimi i qytetërimit perëndimor përmes politikave sociale dhe të emigracionit, dhe largimi nga përgjegjësia që kanë si pjesë e qytetërimit perëndimor. Irani është kërcënim për botën perëndimore. Trump ka drejt. Natyrisht që Trump ka gabuar me negociatorët që ka për diplomaci, si Kushner, një ignorant, dhe Witkoff, i paditur. Por base ka qenë taktika e Trump. Trump kishte vendosur që do të godiste. Dhe base për këtë do të mbahet mend kur të largohet si president. Goditi, shkatroi një regjim kriminal tiranit. Dëmtimet ushtarake janë masive. Dhe ka shumë gjasa që iranianët mund të ngrihen dhe të shkojnë te ndryshimi i regjimit. Por nëse shikojmë lindjen e mesme, mbase vim tek Huntingtoni i madh që thotë do të ketë përplasje fetare sepse fatkeqësisht aty po shkon. Personalisht jam që nuk mund të ketë zgjidhje në lindjen e mesme pa u zgjidhur problemi i Palestinës. Izraeli nuk mund të vazhdojë gjithë jetën me pozita arroganti. Natyrisht ka drejt për vetë mbrojtje, për ekzistencë, por janë të frikshme teoritë e zgjerimit pas kaj të Izraelit në dëm të vendeve fqinj muslimane dhe arabe. Nuk mund të harohet gjenocidi në Gaza. Është sikur të ketë ndodhur Hiroshima. Dhe akuzat që bëhen ndaj politikës amerikane nga disa gazetarë të mëvetur, si Tucker Carlson, Megyn Kelly, dorëheqja e Kent, tregon që diçka nuk shkon ashtu siç duhet shkonte. Por NATO duhet ishte në krah të presidentit Trump. A do të jetë Trump hakmarrës ndaj NATO-s? Bolton më tha dhe do ta kenë përsëri javën tjetër ekskluzive që Trump e përbuz NATO. Trump që në mandatin e parë ka thënë që NATO si ka hikur koha. Dhe kjo lloj NATO-je që nuk dërgon anijet e saj me superfuqinë e vet, me tregon pa fuqinë e vet. Dhe natyrisht Trump nuk fal. Ndaj jo më kot, i ka lënë barrën e madhe të pagesave për armatimin e Ukrainës. Është mes mandat dhe Trump është kapur, do të vendosi politikisht,
do të mbetet si presidenti i madh në historinë amerikane që është shkatërroi Iranin, po humbi Kongresin e Senatit fillën e time. Sot do të jetë Tasli Gabbard, Tasli domethënë Borzilok në gjuhën e vendit të origjinës nga Guami, përpara Senatit, drejtori i CIA-s dhe Kash Patel. E majta amerikane nuk do që Trump fitojë, ja kam thënë. Nuk janë të bashkuar amerikanët ndaj presidentit Trump si ka qenë ndaj Bushit ose presidentëve tjerë. Kjo, edhe nga mënyra se si vepron Trump, akuzat për korrupsion me familjen e llastuar të tij, dhe mospatja këtë radhë në kabinet, emrat mëdhenj si Mattis, Bolton, Pompeo, por vetëm filti, si në sklavëri, si në feudalizëm. Megjithatë, Trump është i vetmi president që mori këtë hap. Dhe për këtë duhet falenderuar, përmbase historia do ta falenderoj më shumë, në qoftë se realisht Irani do të shkojë drejt një sistemi ndryshe, jo diktatorial, jo teokratik. Por realisht askush nuk e di se çfarë ngjet në terren, nuk ka reporters, vetëm disa të zgjedhur nga iranianët, dhe kthehen ndonjëherë rezolutës idioteske Trump, i cili duket që ka probleme. Jo thash, ka probleme shëndetësore, probleme familjare, dhe natyrisht nuk mund të bëhesh kaq trim ndaj Iranit kur je barkas dhe si lepur nga 3 lindat. Linda e Athinës, linda e Surelit dhe linda e Akshit. Nuk është thjesht korrupsioni skajor, ke marrë fund nga çdo gjë. Dhe lëvizje të tilla për të marrë sado pak vëmendje nga doni i madh, jo vetëm që janë foshnjërore, tregojnë që s'ke kuptuar asgjë nga një lider modern dhe del kundër interesave të kombit tënd. Atë kërcënim që më pa të thënë ambasadori Bolton kur Irani ka dashur të vrasë Trump, Bolton, Pompeo, mund të vrasë dhe Ramën dhe lider shqiptar, sepse i tillë është regjimi i Iranit dhe provokuesin këtë rast i tij. Në lidhje me edhe dje kisha pyetje për ato që po ngjet tek opozita, tek një partia më e madhe e krahut të opozitës djathtë, me zgjedhjet ose rizgjedhjen e Berishës. Çdo parti ka statusin e vet, ka rregulloret e veta, po për mua diçka duhet të jetë. Duhet të jesh rezident në Shqipëri që të ndrosh, që të kongurosh. Duhet të kesh kontribuar në atë parti dhe të kalosh disa shkallë karriere. Dhe nuk ka shumë rëndësi. Unë sistemin amerikan njoh mirë, nuk ka debate kur zgjidhet kryetari i partisë. Sepse nuk ka kryetar partie fare. Ka thjesht kryetari i Këshillit Kombëtar Demokrat, kryetari i Këshillit Kombëtar Republikan dhe bashkëkryetari. Nëse kryetari është mashkull, bashkëkryetari është femër. Kaq. Dhe votohet nga Këshilli. Madje skandali shkon atje që presidenti në fuqi e emëron kryetarin e Këshillit Kombëtar të partisë. Trumpi ka saktuar dikë. Pra, nuk është Trump kryetari i partisë republikane. Nuk ka qenë Obama. Dhe kur shkon e voton, nuk shikon emrin e kryetarit të partisë në krah. Shikon kandidatin. Pra, ky është sistemi më i mirë për mua. Dhe ai kryetari i Këshillit Kombëtar është një zëvendës. Natyrisht një parti në Shqipëri nuk ngjajsoj me partitë këtu. Jo, thash si shembull. E djata funksionon si Sarkozy në Francë, Berlusconi në Itali, që se hiqe gjithë jetën, pra me lider. A mund vendoset që kur humbet zgjedhje të jap dorëheqjen dhe mos. Këto janë përsërit probleme që i vendos vetë partia, por në Shqipëri nuk ka zgjedhje të lira. Për mua, kufizim mandatësh do të ketë tek ekzekutivi. Ajo që kam thënë gjithmonë, kushtetutë e re, republikë e re, sistemi rizgjedhor. S'ka pse të ketë president e kryeministër, edhe në Kosovë shikoni krizën. Në qoftë se do të kishim një sistem presidencial, do kishim shpëtuar nga shumë figura politike, 2 mandate kishin ikur. Kjo duhet ngjasë. Kjo duhet ndodhë.
që të kemi rotacione. Po mbi të gjitha një vend i vogël natyrisht do të ketë aleat dhe ne ekzistojmë nga Amerika, në Europë, Gjermania është aleati më i madh, Ballkan, Turqia, këto dihen. Gjermania i ka vënë kryq të madh Francës. Është në të mirë të shqiptarëve që sa më shpejt largohet e keqja e këtij vendi. Por pa pasur një sistem të ri zgjedhor, pa pasur një kushtetut të re, do të thoja unë, për të na futur në një sistem të sipërmarrjes, dhe shembulli e thash dje, Polonia. 1 trilion përshkon ekonomia e Polonisë, e 20 në botë. E djatha ka drejtuar më shumë, 35 vitet e fundit, nga një vend me tallona siç kemi qenë dhe ne, sistemi i drejtësisë me gjykatat pavarura. Legjislacioni i biznesit i përkryer. Nuk ka oligark në Poloni. Dhe masivisht po kthehet polakët që janë kudo në botë. Siç dëshiroj dhe unë të kthehen shqiptarët. Nuk ka pse të jetë vend i varfër Shqipëria. Shqipërinë e vjedhin. Dhe është koha që kryej hajdutit, Ali Babës, ai duket se po bën vetvrasje politike. Nuk ja urojmë që të ndodh ajo që thot Boltoni me Iranin, por ajo rezolut provokon dhe rrezikon sigurinë kombëtare shqiptare. Pse? Për të marrë një like në Facebook nga dikush që punon afër Donald Trump, nuk ngjet. I e thellësisht i kapur në korrupsion. Dhe më mirë se nga të gjithë di vetë. Trim me Iranin, lepur me lindat, nuk shkon. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.